Operatorët të sektorit të turizmit në Vlorë janë mbledhur në një takim të shqetësuar se protestat në Tiranë mund të përdoren si antireklam për sezonin turistik veror, për të cilin sipas tyre kanë punuar një vit të tërë. Në takim ata diskutuan për ecurinë e sezonit, pasi sipas tyre gjatë gjithë këtyre ditëve janë shtuar telefonatat dhe mesazhet nga klientë të shumtë, të cilët kërkojnë informacione mbi situatën. Shqetësimi im në fakt lidhet me disa telefonata dhe mesazhe që kemi marrë nga njerëz, nga klientët tanë që kanë bërë rezervimet pranë strukturave tona, të cilët pyesin me shqetësim se si është situata aktuale në Shqipëri. Jemi munduar të shfaqim qetësinë dhe të shpjegojmë se situata është shumë paqësore, jeta vazhdon normalisht, bizneset operojnë normalisht, hotelet janë gati plot me turist, plazhet po popullohen, por patjetër perceptimi që ata kanë ndaj kësaj situate, ndaj ato që lexojnë nëpër mediat e huaja, nuk është një perceptim i mirë dhe nuk është diçka që ne na bën mirë në këtë moment. Unë jam tur operator i vjetër, që nga viti 96, transferimi që ka mësuar Vlora është një shkallë të pakrahasueshme, edhe me vetë planet sikur ti kishim bërë vetë, nuk do ta bënim kështu. Kjo situatë që jemi tashti duhet i paraprim. Akoma nuk kemi pësuar dëme kolaterale të mëdha, por duhet t'i paraprim me punën tonë, me gjithë imagjinatën tonë, për të mos arritur në diçka tjetër. Ai investitor që do të investoj në Vlorë, ai fillimisht e dashuron Vlorën, ai fillimisht e do vendin se është miqësor dhe kjo është baza. Normalisht kemi pas sfida, siç e din të gjithë me biznesin, duke filluar nga infrastruktura, duke filluar një periudhë ujë, duke filluar nga edukimi që ne duhet të kishim për të bashkëpunuar me njëri tjetrin. Menduam se erdhi koha që ne e krijuam këtë kulturë dhe ishim gati që të ftonim gjithë të huajt që të vizitonin qytetin e Vlorës. Problemi është që është një luftë e madhe për ta mbajtur këtë gjë. Dhe kjo luftë e madhe nuk bëhet duke dalë me pankarta dhe duke thënë që Vlora është vendi i konfliktit apo nisjes së një konflikti. Kjo luftë bëhet duke treguar punën tonë dhe kjo luftë bëhet duke u bashkuar të gjithë dhe të themi turistëve që Vlora është mikpritse. Nuk jam kundra zhvillimit të këtyre projekteve sepse ka disa avantazhe për të gjithë. Edhe për një hotel të vogël është avantazh, sepse ardhja e projekteve të tilla ngren dhe zhvillon destinacionin. Duke zhvilluar destinacioni, zhvillohen më shumë infrastrukturë, zhvillohen më shumë vende pune. Neve kemi mundësinë që të mësojmë. Të gjithë këto brende kur vinë në fillim vërtet sjellin menaxher të huaj, por gjithmonë këta trajnojnë stafin vendas. Kjo është ndëmin e gjithë qytetarëve të Vlorës dhe gjithë të punësuar në bizneset tona turistike. Çdo vend të botës bëjnë greva, por gjithmonë mbas sezonit turistik. Ju lutem të gjithë qytetarët na mirëkuptojnë të gjithë bizneseve, ta mbyllim këtë sezon turistik që bëjmë vite që mundohemi të arrim në këtë pikë që jemi sot. Jemi pro dhe me një pro të madhe, sepse fal këtyre zhvillimeve, fal këtyre investimeve, personalisht biznesi im është i kthyer një atraksion turistik për turizmin nga orët e para të mëngjesit deri po në orët e para të mëngjesit të ditës së nesërme. Ndaj le të mos merremi me fjalë, le të mos merremi me protesta, sepse Vlora nuk ka kohë për protesta, Vlora ka kohë për punë dhe të gjithë së bashku le të punojmë për një Vlorë më moderne, më mikpritse dhe më konkurruese në rajon. Demonstrata do ketë, patjetër që do ketë, sepse njerëzit janë të lirë, do demonstrojnë, por si vlonjat nuk më vjen hiç mirë të gjoj nga ata atje në demonstrat që do të rëmbejnë njerëz zvar, do të varin njerëz në litar, e lloj shprehjesh të tjera. E kur I kemi ne këto shqetësime, të mendojmë për ata të huajt se çfarë mund të thonë ata të huajt për vendin tonë, për Shqipërinë. Edhe nëse kanë ndarë mendjen, siç e kanë ndarë mendjen, I kanë bërë pronontimin te para 6 muajsh apo 7 muajsh, që kur është mbyllur sezoni, tani kanë filluar të tërhiqen mbrapsht. Se në një vend të tillë me shqetësime të tilla nuk mundet që të vinë. Çfarë po ndodh sot me ndërtimin në Vlorë? Ne kemi një fat shumë të madh sepse jemi në një situatë sapo kemi filluar të importojmë arkitekturë moderne, të cilët në mënyrë private ne investitorët që ndërtojmë, po aplikojmë këtë në të gjitha këto kantiere ndërtimi që ju shikoni rreth e rrotull. Kjo do të sjellë padyshim një zhvillim shumë të madh, edhe një turizëm arkitekturor shumë të madh në Vlorë, përveç se turizmit bregdetar, malor e tjera me radhë. Klima është shumë e rëndësishme, besimi që ne duhet kemi, që ne do të ecim para dhe këtë qytet do ta bëjmë shumë të zhvilluar dhe një nga më të mirët këtu në Mesdhe, sepse kemi mundësinë që po fillojmë në një moment kur gjërat janë më të avancuara, ku gjërat janë më smart,
dhe ne mund ndërtojmë shumë herë më bukur dhe më mirë se fëqinjët tanë, cilët i kanë bërë këto investime 30 apo 40 vjet më përpara. Sot Vlora është kthyer në destinacion. Është kthyer vëmendje të bizneseve ndërkombëtare, të niveleve konkurruese globale që t'i bëjnë investimet këtu në qytetin tonë të dashur. Të gjë kaq të mirë që është duke u bërë, ne t'i themi një po të madhe. Me këto zhvillimet e fundit duhet të jemi të mirë orientuar, që të kuptojmë që nesër mos të jetë vonë. Së bashku ne të gjithë operatorët turistik duhet që të kuptojmë situatën. Pranvera filloi shumë mirë, tash ka të mësuar një rënje. Hajde marrim vesh ashin nga puna vjen, po inshallah nuk zgjat shumë kjo lloj situate. Kemi pasur goxha anullime të rezervimeve, telefoni nuk bie më vetëm për të pyetur për data të lira, apo pyesin vetëm për sigurinë. A ka siguri Vlora, a ka siguri Zvërneci? Vasil Bedina, i kreu i operatorëve të Jugut, tha se vlerëson dhe respekton zhvillimin e protestave, por ato duhet jenë të koordinuara në kohë që të mos cënohet sezoni veror. Në këtë pikë sezonin që sapo kemi filluar, ishim mirë në sezonin e ulët, ashtu siç e kemi diskutuar të gjithë bashkë, kemi pasur një rritje dhe kemi bërë më të mirën e mundshme që kjo rritje të jetë graduale, pothuajse vit me vit. Pra është puna e gjithë secilit prej nesh, që Vlora është atje ku është sot. Jemi përmirësuar në sektorin e shërbimit, sektorin e akomodimit, në sektorin e bashkëpunimit me operatorë të huaj, por ne do të përqendrohemi te puna jon, promovimi i Vlorës, te rritja e shërbimit, te cilësisë së shërbimit. Vlora tashmë, ashtu siç e kemi thënë, nuk ka një të ardhme tjetër. Ka vetëm një të ardhme turistike, një destinacion turistik. Duhet të kemi dhe ato që po fliten në ditë e fundit që nuk duhet të ketë zhvillim. Jo, duhet të ketë zhvillim. Dhe në qoftë se do duam që Vlora të jetë një qytet elitar, ashtu siç e kemi folur gjatë gjithë kohës bashkarisht, patjetër që na duhen dhe investime elitare. Patjetër që na duhen dhe brende. Patjetër duhet që të njihemi në gjithë botën që ky vend e filloi nga zerua dhe ka shkuar diku dhe të shkoj akoma më lart. Të vazhdojmë ta promovojmë Vlorën, të vazhdojmë të konkurrojmë, të vazhdojmë të mbështesim të gjithë ata që duan të investojnë në Vlorë, patjetër duke u përshtatur gjitha standardeve, se mi vjen vitin 2026 që nga ne të parët çdo ndërtim që e bëjmë me disa parametra, e bëjmë me disa kushte për të ruajtur natyrën, për të ruajtur mjedisin dhe për të ruajtur gjithçka që na ka falë ky vend. Le t'i hapim rrugë investimeve, si të vi banka që patjetër është e mirëpritur në Vlorë, për dhe kushdo tjetër që shikon që Vlora është një vend për të investuar, nga ana jonë si vlonjat është i mirëpritur. Sipas Bedinaj, në shumë struktura hotelerike ka nisur anullimi i shumë rezervimeve nga të huajt. Duhet të vazhdojmë pa marrë në konsiderat se çfarë po ndodh, ashtu siç ndodh gjithmonë me Vlorën, që na marrin si files të diçkaje. Në rast se në Tiranë duan të protestojnë, le të protestojnë, është e drejtë e tyre. Ne do të vazhdojmë të bëjmë promovimin e këtij qyteti, duhet të vazhdojmë ta promovojmë çdo ditë, me konkurrencë patjetër, se konkurenca siç e dinë të gjithë është shumë e gjerë. Nga ajo që kemi përmirësuar, ka filluar dhe konkurenca egër, ashtu siç kemi parë kohët e fundit, portale nga gjithë fqinjët tanë, të cilët deri para disa vitesh nuk na merrin konsiderat, por unë personalisht jam kënaqur që flitet për ne, jashtë kufive të Shqipërisë, flitet për një qytet turistik, flitet për një vend turistik, dhe kjo më bën të besoj që ne kemi arritur diçka dhe kemi hyrë në mendjen e tyre, që nga viti në vit besoj se do t'ju hapim shumë punë. Bedinaj thekson se operatorët e turizmit janë pro zhvillimit dhe pro investimeve për një turizëm elitar, ndërsa për bizneset e turizmit në Vlorë, Shqipëria ndodhet në një moment të rëndësishëm sa i takon tregut turistik ndërkombëtar dhe apelojnë që ky trend pozitiv i viteve të fundit të mos dëmtohet.